E dyta prej gjunaheve që e largon rizkun, apo e vanon rizkun, e vështërson rizkun, është kamata, fajdja. Kamata apo fajdja. Por ata, Allahu te baraka ve taala e ka lejuar shitblerjen, e ka lejuar me bot tregtimi shite me ble, po e ka ndaluar kan. E ka ndaluar kamatën. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu e shkatron, e asgjëson kamatën, wa yurbi sadaqat, e shumëfishon, e shton kan sadakan lëmoshën. Për ata Allahu Teala po ashtu thot, e halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allahu e ka leju shitjen edhe blerjen, e ka bo halal, po e ka ndalu kamatën. Mos u viktimizoni o vllazën prej reklamave mediatike. Mos u viktimizoni prej reklamave të bankave, se aq shumë po propagandojnë, aq shumë po trumpetojnë, aq shumë po na thrasin, sa që ta çon mallin që është një shoqat humanitare dhe po shpërndan zeqatin edhe sadakën e muslimanëve. Edhe aq bukur po ja rregullojnë familjarëve tonë, e sidomos të rinjve dhe të rejave, sa që po mendojnë se bankat kanë ardhur këto për hatër të Zotit me në ndreq jetën. Edhe keni pa tash sezonën e verës. Nëse dëshironi ju që pushimet të kaloni në Antalya, në Bregdetin, Turk apo dikun tjetër i bujnë reklamat, për ju kujdeset Filan Bank. E ndron në tjetra reklam. Nëse dëshironi me ndru mobilet dhe të keni mobilje kështu ku ta diu ne, për ju kujdeset Filan Bank. Nëse makina ju e është vjetruar apo është prishur, dëshironi ta merrni tren 00, për ju kujdeset Filan Bank. Nëse doni këta shtëpinë se është vjetrua, apo doni me rregullua, apo ku ta diun me bëni shtëpi, apo me bleni banesë, për juve kujdeset Filan Bank. E po pse na pron me punue, këtë bankat për ne rregulloj kanë. O, po ju rrajn. Filan Bank, po ju rrajn, se ja u nxin jetën. Krejt, ata që janë, çka bësh në për banka, datën 29-30, kur i ka muj 31, e kanë stres. Se çka? Do me pagu kanë atë këstin me përqindje, qoftë e vogël apo e madhe. Zakonisht e na janë çka? Përqindjet janë të nalta, po dhe tulta me qenë ki me pague. Edhe çka? Kur vjen fundi dhjetorit, Filan Bank thot ka realizuar fitim në Kosovën e varfër. Ata stoj, po ne po them 50 milion euro. Kish bank që gjatë një viti realizon fitimin në Kosovë 100 milion euro. Qysh bën 100 milion euro ka mundësi? Qysh ka mundësi? Se populli ka ra viktim e propagandave mediatike, edhe ka thonë, hajtë për ti kalej si vjetë pushimet mirë. I kalën, shkën një javë ditë knaqësh, a më të në një 2 vjetë ta nxin jetën. E rregullon ti banesen, e mobilon banesen, e krejt. Po kur t'ja nisin me thardh ato, do me thonë, këstet mujore, vallahin, tugun gërdin ta qojnë mobilet e orendite, shtrati ku flenë, ku ta dione ku je. Pa flejo valla, edhe në vene ma të thjeshta, e rrinë mobile ma të thjeshta, kur par problemi së është, po më rëndësi është jeta me qenë qka e rahatshme. është kamata runu për i saj, sepse po e qujnë edhe me emna tjerë, ndim bankare, këtë dione qka mbështetje, po i thujnë anglisht supportim biznesit tuaj, që, a i ty po ta supportek, a i ty po ta mbështet ka biznesin. A i ta falimenton biznesin, sa që sot kemi jo biznesmena, po kemi popujnë botë që kanë falimentua për çka? Për shkak të përqindjeve që s'ka mujt me i kryre për banka.